është respektimi i babës edhe i nonës, që për fat keq sot është bo na file edhe kjo punë. Dojnë me i thy kond mbas tjerëve, po kur vjen pyetje nana e baba, hajtë se ka vakt. Sa ka din, o bo ma tuf, jo kështu, jo ashtu. O i dashur jem, i ka ardhë Abdullah ibn Abbasit, i ka ardhë një njeri, i ka thonë, o imam, o hoj, e kom dash një qik, jem shku me lyp, nuk ka pranu mu martu me mu, prej i noti dhe te kom marrë e kom byt. A ka tobe për mu? A ka tobe për mu? A ka pendim për mu? Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, ka thonë, e kina në gjallë. E kina në gjallë, ka thonë jo. Ka thonë kërka falet Allahut edhe ka hec. Të hec, zanë si ti, ka thonë, në hoqë, po pse pyte për nanën? Tha vallahi, tha nuk di, tha, derë më të madhe që Allah ja kalon hapër robrit ti, se dera e nanës dhe dera e prindve. Jo që i keni babalarë dhe nanët gjallë. Kujdeseni për ta. Kujdesi për babën edhe nanën, është derë pej dyrëve gjennetit. Është derë pej dyrëve gjennetit. Mos kujdesi ndaj nanës edhe babës, po derë pej dyrëve gjennemit. Zidh për nefsin tënë, a dënë me hinë gjennet, a dënë me hinë gjennem. Allahun arrujt për zjarë me gjennemit.